260 punëtorë të sigurimit privat në QKUK mbesin pa punë, në vend të tyre dërgohen Policia e Kosovës. QKUK e ka ndërprer kontratën me kompaninë e sigurimit fizik, pasi organi shqyrtuesi prokurorimit e ka parë këtë si të parregull, pasi sipas tyre ishte bërë pa shpallje publike. Si pasojë, 260 punëtorë kanë mbetur të papunë. Ata janë njoftuar sot përmes një mesazhi se deri në vendimin e radhës ata janë të liruar nga puna. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të QKUK-s Osman Hajdari ka thënë se brenda javës pritet të nënshkruhet një kontratë e re. Lidhur me këtë ka folur edhe kryetari i sindikatës së pavarur në sektorin privat të Kosovës. Ka marrë sot një vendim që të gjithë 260 punëtorë të sigurimit të QKUK-s në farforme të propozoj dhe kemi marrë vendim, më në fund që të gjithë të shkojnë për shtëpia të tyre, sepse QKUK-ja ja ka ndërprer, ose më mirë themi OPSH-ja ja ka ndërprer kontratën kësaj kompanie e cila ka qenë aktive, që ka data 20 e këtij muajit faktikisht i ka skadu ose ja ka ndërprer kontratën, dhe në moment kur i ndërpritet kontrata një operatori, atëherë faktikisht ne jemi në një farforme sikur se të jemi najrë. Kompania në moment kur nuk ka kontratë me QKUK-n, atëherë në mënyrë automatike dhe ne nuk mund të kemi kontratë me kompaninë sepse ajo veç nuk është më prezente aty. Kur ka më shpollë deri, ako informata, kur mundet me fitu Realisht, sipas informacionit që na është dhënë, domethënë deri pas nesër do të dihet, sepse do të jetë një operator me negocim derisa të përfundon lënda në gjykatë dhe në organe të tjera, por domethënë që të vazhdojnë me punu këta punëtorë, jemi bindur që mas larti deri pas nesër do të dihet cila kompani do ta merr nën që të kryejë shërbime, po themi bëhet me negocim. Domthonë të nderi e ka rrugën tjetër, kurse ky është me negocim derisa të zgjidhet problemin mes kompanive që janë duke u shtyrë, që ato sigurisht se kanë të drejtë të shtyhen sipas rregullave të tenderimit. Ai ndër të tjera ka treguar se a do të paguhen punëtorët për këto ditë të humbura. Realisht unë thash që nëse ki fjalën prej momentit të skadimit të kontratës, tani kompania nuk ka obligim të paguajë këta punëtorë, por në farforme nuk ka garantu, por ka marrë obligim drejtori që të bëjë gjithçka që është e mundur që edhe këto ditë që po jenë në vakum të paguhen. Por nuk ka garantuar, ta kuptojmë fjalën. Kujtojmë që kontrata e cila u ndërprer kishte vlerën e mbi 1 milion eurove për 6 muaj.